Ndërka që shërbimet që i ofrojmë në sistemin shëndetësor primar, për shkak se për spitalin e qytetit nuk mund të flas, megjithatë aty ka shumë shërbime që jepen, por në nivelin primar, pra për ÇKMF dhe për ÇMF të AMF tjera, ka po ashtu numër shumë të madh qytetarëve që marrin shërbime edhe tek ne aty. Ta zonë vetëm në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, për 6 muajt e parë të vitit kemi pas mbi 170.000 shërbime vetëm në laboratorin e analizave të gjakut. Pra në mesin e këtyre 170.000-ve, Gjilani ka 83.000 banor. Pra ka njerëz edhe nga Lugina Preshevës, ka njerëz edhe nga Maqedonia Veru, të cilët vinë marrin shërbime në Gjilan në raste të caktuara. Për shembull, na kemi mamografinë funksionale në Gjilan, që është bleqe 2 vjet prej neve si komunë, ka kushtuar diku rreth 160.000 euro, mbi 4.000 shërbime i kemi ofruar për 2 vjet. Pra është në nivel aq të lartë të profesionalizmit, që brenda 24 orëve mirën edhe raportet pas kontrollit ose pas screeningut që kryhet në mamografi. Sa i përket bulevardit tash, unë e përmenda në fillim që është investimi më i madh kapital në historitë qytetit tonë. 2.36 milion është rruga Kumanovës 2013-2021. 2022-2025 janë 73 milion euro kontrata aktive, pra të nënshkruara, në të cilat punohet. Është normalisht një komunë që i ka 17 milion euro borxhe, që ka ndërmarrje publike që janë në bilanc negativ, siç kemi pas Tregun, për shembull Tregun e kemi gjetë me 13 punëtorë edhe 37.000 euro humbje. Për një vit e gjysmë, deri në fund vitit 2023, ndërmarrja joni ka pas 300 punëtorë, edhe i ka 100.000 euro fitim. Që to janë kon probleme me çfarë do të marrë. Po, Tregu i Gjelbër. Tash sa i përket bulevardit, bulevardi është investim 18 milion euro, përfshin segmentin e rrugës nga stacioni autobusëve rreth rrotullimit deri tek hoteli Kristal poshtë, pra pak më poshtë se komuna ku gjendet aktualisht, rrugën toksore me qasje për rrugën e Prishtinës, lagjen e Balecit, rrugën e Preshevës, si më thon rruga që shkon lagjen e Arbëria, dhe parkingjen nën toksore me 2 etazha për 500 automjete, si dhe ndërtimin e ri të objektit të administratës së komunës në një vend për të gjitha drejtoritë, për 12 drejtoritë dhe për gjitha njësitë tjera që janë në kuadër zyrës kryetarit dhe kuvendin komunal. Me që rast i lirojmë gjitha hapësira tjera që po i shfrytëzojmë aktualisht, shpërndahem gjithandej komunës, ndërsa vetëm parkingu nën toksor me 40% potencialit shfrytëzimit plot të vendeve edhe të kohës, me 1 euro orën pagesë, janë gati 1.8 milion euro të hyra vjetore që i gjenerojmë, në një komunë ku të hyrat vetanake janë gati 6 milion. Pra është gati 1/3 të hyrave që do t'i gjenerojmë më shumë në të ardhmen, të cilat na pretendojmë që do t'i shfrytëzojmë për me ndërtu sistemin e transportit. Jo nëse bëhen kryetar, aty jemi tu punu aktualisht. Pra na jemi tu zhvendos për objektit ku jemi sot. Po, nëse vazhdon, si më thon. Tash po tregoj, domthon, ka vetëm zyra e kryetarit më zhvendos, edhe asistentit, edhe një sallë e madhe tjetër ku i marrim takime. Të dy dhoma ose të dy zyre kanë pa u largu prej aty, të tjera të gjithat janë largu. Dhe kontrata është nënshkruar për 2 vite, 24 muaj. Pra ju keni bërë kontratimin e bulevardit apo? Kontrata është nënshkruar. Keni kaluar procedurat e kontrata është nënshkruar. Pra shumë pritet tash fillimi i punimeve. Ky bulevardi këtu apo si? Po, kjo. Tash po presim. Tash po presim që të lirohet objekti i komunës fillimisht. Kemi mbetë siç e përmenda 2 zyre pa u largu prej aty. Do të fillojnë punimet në praktik. Po, absolutisht po. Domethënë presim që me liru vetëm projekt, nuk kam ditur që i keni kaluar edhe procedurat të ndërrueshme fakt. Po, po përsëris. Prej stacionit 1 milion euro deri te bulevardit 18 milion. Janë 11 projekte, duke përfshi flosin pra policia. A dhe ju keni ndarë në slote projektet apo në Jo, domethënë janë 11 projekte të ndame, individualisht. Stacioni më i liri 1 milion euro, që është i kontraktuar, deri te bulevardi 18 që është po ashtu i kontraktuar. 73 milionë euro. 18 është bulevardi apo? 73 milionë euro në kontrata aktive në cilat po punohet. Mandej kemi unazën e jashtme që është 27 milion, për cilën është duke u bërë shpërndësimi. Prej qeverisë Kosovës, një vendim tashmë është nxjerr, edhe një tjetër është nxjerr tash të fundmi. Vendimi përveç vendimit preliminar dhe vendimi për shpërndësim, po bëhet vlerësimi në mënyrë të ky bulevardi 18 milionë është financim komplet i komunës? Jo, 6 milionë euro janë nga komuna për 2 vite të ardhshme. Po. Dhe janë 12 milionë euro nga qeveria e Kosovës. Pra, domethënë komplet mandati shkon me ndërtu apo është për fjalë brenda 2 viteve me përfundu? Kontrata është për 24 muaj. Jo për 4 vjet më punu në këtë pjesë është pak ai keni analizuar